binjakët. O binjak, a ka njeri që i vogël nuk ka luetur e ka kush e ka? Besoj që gjithë të vegjël kemi luetur e ka kush e ka. Është një lojë shumë e bukur për fëmijë se të bën të vëmendshëm, të shkatët, herë superior në kuptimin që kur e ke lënë e duket sikur je i lirë. Por megjithatë asnjëherë nuk e kam kuptuar se çfarë le e çfarë merr. Unë për vete nuk e kam kuptuar, ta lash ma le. Po, nuk e di. Pse më kujtua kjo gjë? Alba, një shoqja ime e shenjës së binjakëve, kur e takova këto ditë, më tha që një grup shokësh të fëmijërisë, lagjes vjetër, vazhdojnë edhe sot të luajnë. Bile më tha që sot, pikërisht sot të hanën, do t'i shkonte një shoku të vetë në zyrë, do t'a cikte, do t'i thoshte, ta lash dhe doja mbathte. Pra ta nuk luaj ke lagja, vazhdojnë e luaj në jetën e përditshme këtë lojë. Mendoj që kjo javë për ju të shenjës binjakëve është java që mund të kaloni në avantazh në çfarëdo lloj loje që luani. Loja, natyrisht është një metaforë, një figurë letrare që përfaqëson çdo aktivitet tuaj. Ç'keni për ta bërë këtë javë, bëjeni këtë javë.